arsimin publik. Arsimin publik e kemi bërë falas. Pra edhe për bachelor, edhe për master, arsimin publik e kemi bërë falas për gjitha nivelet, por tash e kemi filluar edhe bursën e mobilitetit. Sa ma largë që studiojnë studentët, aq ma shumë do të kenë mbështetje financiare. Për shembull, një student ose student i Kashanikut, nëse shkon me studiu në Ferizaj, do ta ketë mbështetjen. Nëse shkon me studiu në Prishtinë, edhe më të madhe se është më larg. E nëse shkon me studiu në Mitrovic, edhe më shumë për shkak se është edhe më larg. Kjo është bursa e mobilitetit. 20 milion euro i kemi ndonë program, deri më tash janë paguar 3,2 milion euro për 8.000 studenta që kanë përfituar. Bugjetin për bursat studentëve do ta dyfishojmë. Për 4 vjetë qeverisje tonë, i kemi ndo 18.000 bursa, 20 milion euro. Ata para neve, për 4 vjetë, 4.000 bursa, asë qerekun tonë. E në mandatin e arshëm, do të dyfishojmë edhe sasin e bursave, por edhe bugjetin për to. 40 milion euro për 36.000 bursa. Bursa do t'ju ndojmë edhe studentëve të kolegjeve private, pra jo vetëm të universiteteve publike. Pastaj, do të rishikojmë edhe rivlerësojmë plan programet në përshkolla, të dashur bashkëdhetar, në librat, në tekstet shkollore, ka mangësi edhe defekte. Fëmija sot nuk janë sikur se kur kemi qenë ne fëmijë. Janë më inteligjent se ne. Kemi tekstet vjetruara. Prandaj na duhet që t'i modernizojmë tekstet, disa t'i korrigjojmë e disa t'i rishkrujmë. Kemi fillu me gjuhë e matematikë, do të vazhdojmë edhe me lëndët e tjera. Dhe digitalizim të materialeve shkollore, me qras fëmijëve në përshkolla nuk do t'ju blejmë tablete, por një tabel digitale, smartboard për gjithë klasën. Sepse kjo është shumë më mirë për përqendrimin edhe për thellimin e mendjes e zgjerimin e dijes për ta. Pastaj, për fëmijët me nevojat veçanta, do të kemi në shkolla logopedin, psikologun dhe aktivitete sportive, rekreative. Në gjitha shkollat e vendit do të nisë programi mësimit gjithditor me art, sport dhe me internet të shpejt e falas. 16 profile i kemi të sistemit dual, që e kena mësu për juve, që i thënë ju këtu Ausbildung. 16 profile i kemi, do t'i shtojmë edhe 10 profile tjera. Deri më tani, 17 komuna, 32 shkolla profesionale, 2600 nxënës kanë marrë diploma. Për çdo diplomë shkolle, do të kemi një vend pune. Këtë kemi mësuar jo prej librave të lexuar, po prej përvojës juaj dhe faleminderit shumë se qysh është në Zvicër, në Austri, në Gjermani, edhe në Evropën e përparuar, ne po e bëjmë lidhjen e tregut të punës me aftësimin profesional.